Pari, mendoj që befasi kryesore është Norvegjia dhe Maroko, këto dy kombëtare domethënë që në letër ndoshta nuk kemi pritur që do të befasojnë kaq shumë. Kështu që Norvegjia dhe Maroko janë dy kombëtare që më kanë dhënë përshtypje shumë dhe mendoj që mund t'i bëjmë problem edhe Norvegjia Anglisë, po edhe Maroko Francës. Pastaj normal i kemi këto kombëtarët favorite, Argentina, Franca, që veç kanë një përvojë shumë të madhe në këto kompeticione dhe po ashtu kanë një skuadër shumë të mirë, po sidomos Franca mendoj që është një kombëtare që e ka atë balancimin më të mirë në ekip, domethënë në bazë të lojtarëve, karakteristikat të lojtarëve që i ka, mendoj që Franca është ajo kombëtare më e kompletuar që është në këtë kampionat botror, po kjo nuk do të thotë që do ta fitojnë kampionatin botror, po mendoj që kjo është favorite, por sidomos jetë këto ndeshje që kanë mbetur janë nga një ndeshje, janë play-off dhe gjithçka vendoset në një ndeshje, kështu që mund të ndodhë gjithçka.